Dhe ja ku jemi në kuzhinë, mirëmëngjesi. Mirë se të gjeta sot. Mirë se e gjetëm edhe publikun. Mirë se erdhët, të ullur ju, të ngritur ne, ju nga divani, ne nga studio. Dikush konsumon një çaj apo një kafe, kulturën e kafes e kemi kështu institucion në një farë mënyre. Atë lëm pak më vonë atë. Lavatën do ta bëj pak më vonë. E kemi energjinë nga muzika që vihet përpara. Atëherë, unë nuk do ta filloj fare me një recetë. Po të filloj me një recetë, unë nuk e bëj pastrimin e sopës. Edhe çfarë bëjmë ndonjë gjë të ndryshe në jetën tonë. Po pse ju përpara se të filloni gatimin, ose në përgjithësi është gatuajmë dhe pastrojmë sopën. Por shpesh herë mua më pëlqen që para gatimit të pastroj sopën. Padyshim. Sepse dhe ku nëse e kemi haruar nga era e kaluar. Po. Atëherë, unë e kam vendosur në 215, 200, ku është maksimum ju vendoseni. Tu kam në vrastir, në enën që zjerë në ujë, pa njashtë. Kam vendosur ujë të zjerë. Tu kam uthull edhe sodë. Një reakcion i menjëhershëm, nëse i afrohemi për ta parë nga aciditeti i uthullës. Kam fetat e limonit. Ujin që do ta lë të zjej mirë. Pra, për ju që në ndishin nuk po u gatuajmë një recetë dhe po vendosim limonin në tavë për të tharë, pjekur apo diçka tjetër, por këto feta do të na shërbejnë për pastrimin e furrës. Duhet të bazohemi tek produktet natyrale, jo kimikate. Po, ja. Shtoj masën e ujit. Një luk që të shpërbëj. Jo, nuk të dua, më në rregull, ja. Kjo është shumë e rëndësishme për të treguar, se po më kujtohet një studim nga Cleveland, më duket, klinika Cleveland, që tregonte se gratë, vajzat të cilat pastrojnë çdo ditë me ilaçe, me kimikate shtëpinë e tyre, janë të barabarta, domethënë funksioni i mushkërive të tyre është njësoj me këtë pirjen e cigareve për 20 vite rresht. Albana sapo ka përfunduar këtë proces të parë të pastrimit të furrës. Pra, derisa uthulla, limoni bën veprimin e vet bashkë në ujin e nxehtë. Këtu soda me uthullën është një aktivizim akoma dhe më i fuqishëm. Nuk duhet të kem asnjë lloj tave tjetër përveç mbajtjes ku do të vendos. Dhe mirave është edhe këtë ta hiq fare biles, edhe mbajtjen e tavave. Derisa unë e mbyll, krijohet një avull dhe më pas ne e pastrojmë shumë kollaj. Dhe që unë do vendos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gocat zenë vendin e vet, derisa ëmbëlsira që mua të më bëhet dhe ka një aromë edhe një aromë të këndshme. Të freskët limonit. Është pastrim, është i puna e mente, se djosmos.